Selam hoxh, thot, a ka pas shahadat para se të shpallet pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Aleikum salam. Po ka pas shahadat. Sepse të gjithë pejgamberët edhe të gjithë ymmetet e atyre pejgamberëve kanë pas obligim me thonë la ilaha illallah apo ashhadu an la ilaha illallah. Pra këtë pjesë të gjithë pejgamberët e kanë pas. Pastaj pjesën e dytë, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu që kemna, ata kanë pas secili për pejgamberin e vet. Për shembull, populli i Nuhit e kanë pas obligim me thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Nuh rasulullah, apo Ibrahim rasulullah, apo Musa rasulullah, gjithë secili pra pejgamberin e vet. Edhe pse, sa për dobi këtë për të them, secili pejgamber i ka tregu popullit vet që ka ardhur një pejgamber me emrin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra ata kanë ditë që ka ardhur pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e kanë pas obligim me besu, por në shahadat e kanë thonë secili emrin e pejgamberit të vet.